Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Unë Handicap Gjiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesën e sotëm në emisionin në Shtypi ditës dhe ju. Deri në orën 9 do të jemi së bashku me programin e mëngjesit, do të njihemi së pari me titujt kryesor të gazetave për sot, për çfarë shkruhet në të përditshme që ne kanë mbritur në redaksi. Jemi ditë e enjte, do ta shënon 29 maj për vitin 2025. Do të shohim edhe lëvizjen e automjeteve në kryeqytet në dy momente shumë shkurtimisht dhe mbi të gjitha do të komunikojmë së bashku për temën e ditës e jo vetëm, se dhe kon temës së ditës, do të marrim një mendim në fakt spari për parlamentin aktual, pra legjislaturën aktuale që mblidhet sërish sot një seancë në mesditë rreth orës 12 pas 2 muaj apo diçka më shumë se 2 muaj që nuk ka pasur punime kuvendi për shkak të fushatës edhe të zgjedhjeve, duke sikur do të nisë me hallet e vjetra në një farë mënyre, sepse Partia Demokratike, kryegrupit parlamentar Gazmend Bardhi, ka mobilizuar deputetët që të bëjnë gjithçka për të folur për atë që ata e quajnë si farsë zgjedhore. Dhe në fakt deri në shtator ose të paktën deri nga fundi i korrikut, ky parlament do të mblidhet gjithmonë nëse është e nevojshme, se mund të ketë çështje urgjente. Ju si e vlerësoni gjithë këtë 4 vjeçar të deputetëve pra që janë aktualisht, gati gjysma do të jenë dhe në parlamentin e ri dhe po ashtu duke diskutuar për këtë çështje diskutojmë edhe një farë mënyre çfarë prisni nga parlamenti i ri apo deputetët e rinj. Menjëherë nisim pasurinë e shtypit me gazetën Panorama, thënë këtë që ka të bëjë me përmbajtjen e programit dhe e rëndësishme për ata që na ndjekin. Qendra e masazhit News 24 zbuloi folen e prostitucionit, nis procedimi. Tak-fak, policia ka nisur procedim penal ndaj pronarit të një qendre masazhi në Tiranë që shërbente si fole prostitucionit, zbuluar nga emisioni Tak-fak, si edhe 2 punonjës e seksi. Policia ndërkohë po punon për kapjen e 28 vjeçares dhe dokumentimin e plot të rrethanave të rastit. Procedimi nisi për pronarin i identifikuar dhe 2 shtetaset që ushtronin prostitucion. Në kamerën e fshetë realizuar nga emisioni Tak-fak, punonjëse e seksit rrëfente se merrte 50 euro për çdo klient. Në tepër lexoni faqen 9 kush ka interes në lidhje me këtë zhvillim. Kush nuk paguan tatimet i bllokohet makina, do të verifikohen edhe pronarët e automjeteve luksoze. Detyrimet tatimore në mënyrë vullnetare, zbardhet marrëveshja mes 2 drejtorive. Ecim më tej, kalojmë tek zhvillimet politike dhe ky material që do të shohim këto momente ka të bëjë pra me kuvendin, parlamentin. Sot rinis parlamenti aktual, lëvizjet e grupeve të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike, mesazhet e Peleshit dhe Bardhit për deputetët dhe agjenda. Niko Peleshi dhe Gazmend Bardhi janë krerët e grupeve parlamentare të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. PD, gati për denoncimin e farsës zgjedhore. Peleshi kërkon pjesëmarrjen e deputetëve socialist në seancën e sotme. Në foto është një moment gjatë një zhvillimit të një prej seancave parlamentare, pra një foto ilustruese. Fondet, Blendi Gonxha në ministerialin e procesit të Berlinit, bëhet fjalë për Ministrin e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Datat, matura 2025, mbi 27.000 maturant në 4 provime. Shohim të tjera zhvillime nga doktoresh Merita Toçila, keni mundësi të lexoni. Kostumografia, shenjat monumentale të artistëve Arben Bajo dhe Sadik Spahia. Kalojmë në këto momente në rubrikën History Dossier. Që janë këta plumba? Minutat e fundit të Ramize Gjebres, e vërteta e letrës së Enverit 2 orë pasi e pushkatuan më 44 letrat e dashurisë, akuzat për imoralitet. Më tepër, lexoni në faqen 17. Opinionet e ditës nga gazetën Panorama në numrin e kësaj të enjteje janë 2, të paktën ato që pasqyrojnë faqen e parë dhe Rudina Hajdari ish deputete shkruan betejë e vërtetë e opozitës për 4 vite të ardhshme, ndërsa nga Besnik Dizdari mund të lexoni kombëtarja dhe pseudokombëtaria, pra edhe një herë kombëtarja dhe pseudokombëtaria. Kështu që keni mundësi të gjeni në brëndësi më të plota, besoj do të shohim pjesën tjetër të programit edhe pak më konkretisht. Për çështje aktuale,
për opozitën në 4 vitet e ardhshme shkruan Rudina Hajdari dhe për kombëtaren e thënë në këtë mënyrë shkruan Besnik Dizdari, duke pasur parasysh që kemi jo këtë shtunën e ardhshme dhe ndeshjen Shqipëri-Serbi. E lëm pas gazetën Panorama, zhvendosim me njërë me gazetën Tema që është e radhës. Fokusohemi në këtë të përditshme, në fotën kryesore është Genc Gjokutaj, avokati Genc Gjokutaj, që është edhe avokati Sali Berishës, si ish kryeministit, ka qenë avokat i Ilir Metës, si ish presidentit, por le të themi nuk është më i këtij të fundit. Dhe zhvillimi kryesor ka të bëjë eksaktësisht me këtë çështje misteri, pse ndryshoi papritur avokatin Ilir Meta. Lexoni më shumë në faqen 3, pra pse ndryshoi papritur avokatin Ilir Meta, në foto është Genc Gjokutaj, ai që ka qenë avokat deri më tani dhe ka dhe një post në fakt, zoti Genc Gjokutaj dhe në Partinë e Lirisë. Gjithsesi më tepër lexoni në brendësi. Shohim të tjera zhvillime. Pa kokër leku në xhep, por me makina luksi, 400 raste në Shqipëri. Si zhvillime kemi përcjellë edhe dje në Report Televizion dhe në shqiptare.com, edhe njërë, do në paradokset. Pa kokër leku në xhep, por me makina luksi, 400 raste janë në Shqipëri. Antena brenda familjes, Mullit i rritën shpresat për non gratën e doktorit. Kush janë 2 deputetët e PD-s që do të arrestohen nga SPAK? Le themi kjo është pyetje që shtrohet më tepër, lexoni në faqen 3, po ashtu mbetemi në Tema. Deklarata e kryeministrit, cili është aksidenti që përmendi Rama, për të cilin u gjobit Shqipëria me 500.000 euro. Një vendim gjyqësor që detyron shtetin të pagojë 500.000 euro për një aksident pa pasoja për jetën, ka ngjallur indinjatën e kryeministrit Rama, i cili 2 ditë më parë cilësoi një gafë të drejtësisë. Mund të lexoni në faqen 6, por edhe për këtë ju them, ndjes nuk besoj se ju disdis, në shqiptarja.com ne kemi zbardhur, edhe në Report Televizion patjetër, kemi zbardhur ekskluzivisht edhe këtë ngjarje për çfarë aksidenti bëhet fjalë, për zonën e Vlorës, një aksident bëhet fjalë për një aksident në punë. Kështu që patjetër e gjeni edhe në gazetën Tema, kush shfleton shtypin e shkruar, por ai që do të marrë më shumë me njërë në shqiptare.com edhe i gjen me detaje. Lobimi i LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ilir Meta, të pyeten Adrian Shatku, kushëriri Monika Kryemadhit dhe kushërinjt Brajmllari, fton Grida Dumën në burg, duke i thënë do kalojmë bukur. Rubrika Histori Dosier edhe në gazetën Tema në hapësirën e zakonshme, faqet 10-11. U vran 44 marinar anglez. Sien Verhoxha me Titon minuan kanalin e Korfuzit më 22 tetor 1946. Deklarata e Mehmet Shehut, ujrat tona territoriale u minuan nga ne, zbulohen edhe dokumentet. Kalojmë dhe tek opinionet e ditës, nga Merobaze jo thjesht opinioni, por dhe qëndrimi redaksional i gazetës Tema. Merobaze është botuesi i gazetës Tema dhe shkruan: nderi që i bëri opozitës ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Baton Axhiu shkruan apo sjell opinionin me titullin Misionari i fundit për t'i dhënë fund Partisë Demokratike. Pra, misionari i fundit për t'i dhënë fund Partisë Demokratike. Dhe nga avokat Spartak Ngjela mund të lexoni arsyeja e qetësisë së thellë të Edi Ramës. Edhe këto opinionin, pjesën tjetër të programit, pse jo, me kënaqësi shohim pak më konkretisht për të kuptuar dhe disa qëndrime të ndryshme për çështjet të aktualitetit nga gazetar, analist, opinionist, ekspert, pushtetar, kështu që diplomat, por deri më tani nuk kemi parë një opinion nga një diplomat, ish deputet. Lëm pas edhe gazetën Tema dhe kalojmë menjëherë me gazetën Dita. E vjen pasur në shtypit në numrin e kësaj të enjteje dhe për ditën e enjte me gazetën Dita dhe shohim zhvillimin kryesor të pathënat e arrestit të Metës. Pozicionojmë më së miri gazetën së pari dhe shohim më konkretisht. Pra detaje analizë të pathënat e arrestit apo arrestimit të Ilir Metës. Pse Ilir Meta refuzoi transferimin në burgun e Durrësit? Nga presidenti tek vëllai që tradhtoi. Frika nga Durrësi,
me forcë e burgu, lobi që e bëri djalin e vetë dhe më pas e braktisi. Kush është Rebeka, amerikani e dosjes Ilir Metës? Misteri, pse ndryshoi papritur avokatin Ilir Meta? Kush është Adrian Shatko dhe kushërinjt Brajmllari? Pse Ilir Meta ftoi Grida Dumën në burg, duke i thënë do kalojmë bukur? Mund lexoni në faqe 2, 3 dhe 6 gjithë këtë zhvillim të gazetës Dita, që është kryer artikulli në numrin e sotëm. Investigimi, pensionistët, zinxhiri i kputur i kontrollit minon besimin tek tregu farmaceutik shqiptar. Industria e qindra milion euro e farmaceutikës vuan nga keq furnizimi dhe mungesa e kontrollit institucional, duke i shtyrë gjithmonë më shumë pacientët shqiptar drejt kërkimit të medikamenteve nga jashtë. Shumë ndoshta bëjnë këtë gjë. Historia zbulohet misteri. Ja pse Rama tha, më morën 500.000 euro për një aksident pa viktima. Vendimi i gjykatës së apelit që shokoi administratën është marrë me shpejtësi të rrufeshme brenda një dite dhe shteti është goditur. Vjoj me gazetën Dita, në brendësi të cilës ka dhe të tjera materiale që mund t'i lexoni të plota. Opinion votimet, 11 maj dhe polarizimi toksik i televizioneve. Është një opinion që vjen nga kolegu Ylli Pata dhe lexoni në brendësi në faqen 7. Dosja sterilizimi nuk do të ketë gjykim të shkurtuar për Beqajn, pra nuk do të ketë gjykim të shkurtuar për Ilir Beqajn, ish-ministrin e Shëndetësisë për dosjen sterilizimi. Deklarata, cilët janë 2 deputetët e listës së mbyllur në Tiranë që do arrestohen nga SPAK. Lista e 13 demokratëve që kanë fituar më 11 maj dhe paralajmërimi i ish deputetit të tyre. A kam gënjur ndonjëherë? Mirë, mund të lexoni më tepër në faqen 5. Në brendësi, rreziku dhe njerëzit, gripi shpendëve si një emergjencë globale. Rubrika e shëndetit, cilat janë perimet aleate të vjeshtës. Hetimi, arrestim në Belgjik. Përgjimet kanë zbuluar bisedat me vëllain e truprojës së Berishës. Prangoset Gertin Aliu, i akuzuar nga prokuroria e Barit për pjesëmarrje në organizatë kriminale. Dhe zhvillimi i fundit në gazetën Dita është ky. Opinion, pas 24 orësh, nderi që i bëri opozitës ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Pas gjithë kësaj tragjikomedie, që natyrisht Edi Rama e shijon shumë, e vetme gjë pozitive është fakti që tani kemi një opozit që nga anti-amerikane dhe sovraniste është shndruar në qesharake. Me atë që kuptuam duke shfletuar pasurinë shtypit deri më tani, ky është opinioni i Merobazës që pasqyrohet edhe në gazetën Dita. Përfunduam dhe me këtë të përditshme e do të kaloj me njërë në gazetën Telegraf. Shohim numrin e datës 29 maj pra dhe në gazetën Telegraf, pra numrin e kësaj të enjteje. Spari me zhvillimin kryesor patjetër. Si u transferuan milionët e fituara prej Forex dhe bursave false nga Shqipëria në parajsat fiskale. Skema, një kompani e regjistruar në Shqipëri në fillim të vitit 2023 me pronësi të plot nga një shtetas shqiptar dhe që deklaron si aktivitet shërbime marketingu dhe komunikacioni online, është vënë në qendër të një hetimi për dyshime mbi pastrim parash. Raporti vjetor i Autoritetit të Inteligjencës Financiare për vitin 2024 jep detaje të një skeme të transfertave nga kompani të dyshimta në Europë, jashtë shtetet dhe personat e përfshirë në aktivitet kriminal. Drejtësia e re, përplasje mes gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese, i akuzat që faktojnë zvarritjen e vakancave nga Holta Zaçaj. Kreu i Bashkisë Ermal Dredha, Këshilli Bashkiak me propozim të shoqatës Labria nderon me titullin qytetar nderi i Vlorës profesor doktor Kristaj Qkumen, ekspert zgjedhor, ish kryetar i KQZ-s. Speciale Niko Gjoni, kur gjyshja në monizëm na tregonte për emigrimin në Greqi dhe në SBA, habiteshin pasi kalimi i telave ishte ëndër.
Mbetemi në gazetën Telegraf me tjera zhvillime, kalojmë në rubrikën Opozita shqiptare. Them rubrikën sepse ka disa zhvillime. Fletët janë përdorur brenda vendit, mungojnë 60.000 vota të diasporës. Berisha deklaron, kemi laptopin e patronazhistëve. Prokuria e Tiranës, fletët me votat e diasporës t'i hetoj Greqia. Meta për lobimet, SPAK të gjej ata që kanë mbajtur postet. Pa çfatin e qenve, shqiptarët enden pa shtëpi dhe çatim mbi kokë, ku 42% e popullsisë është mjerim, teksa FSHZ-ja, pra Fondi Shqiptar i Zhvillimit, hap tender 5 milion euro për të ndërtuar hotel luksoz për qend me parat e projektit 100 fshatrave. Rama, kryeministri, ka deklaruar guida digjitale e turizmit TEA, inovacion për sezonin veror. Aplikacioni TEA sjell një val të re inovacioni për sezonin veror. Sipas kryeministrit Rama, me ruajtjen e identitetit historik dhe krijimin e hapësirave të reja panoramike, nga ku mund të shihen pamjet mahnitëse të Gjirit të Vlorës, do ta kthejnë kaninën në një ndalesë të paharrueshme për çdo udhëtar që kërkon të përjetojë historinë nga afër. Të gjitha plazhet publike dhe private të Shqipërisë i gjeni me një klikim në telefonin tuaj si asnjëherë më parë. Po lexoni më tepër në faqen 2 për çfarë bëhet fjalë, ndoshta është ide që nga kanina mund të shihen pra nëpërmjet këtij aplikacioni plazhet e Gjirit të Vlorës apo Bregdetit të Vlorës. Mbetemi në Telegraf, sepse kemi ende disa zhvillime për të parë patjetër. Dosier, flet Drita Ivanaj, intervistuar më 20 shkurt 1974, si u desh të largoheshim pas pushtimit fashist, kur babai mbante postin e kryetarit gjykatës së lartë. Sot, ndjej se kam 3 ADV, Shqipërinë, Italinë dhe SHBAT, me të cilën u mahnitëm kur pam statujën e lirisë. Po i thonë SHBAN, jo SHBAN, SHBAT. Nuk e kuptoj tani, është në shumës. Doktoresh Brunilda Lubani, mjekësi, tani nuk besoj që të merret si një shtet i vetëm, po SHBAT. Mjekësi, ja si ndikojnë sheqernat tek dhëmbët e fëmijëve, 3 këshilla parandaluese, mjekimi dhe kujdesi oral. Mozaik dhe aktualitet, Antoneta Malja, si më internuan se isha gruaja e Ali Cenos, ish shoqëruesi kryeministrit Mehmet Shehu. Nesip Kaçi, vepra heroike dhe patriotike e herojit të popullit Selam Musait, 78 vjet pa Jani Mingën, jeta plot peripeci e nënshkruesit pavarësisë. Agron Kaja, mjeshtri notit Met Kikri, spikati me fizikun e tij hollywoodian, në çdo garë kampion dhe rekordmen. Opinionet e ditës, 2 janë të shpasuruar nga gazetën Telegraf në faqen e parë në fakt çdo ditë, nga Eliona Thomara i mund të lexoni, në Shqipëri komedia të bën të harrosh hallet, dhe nga Klodi Stralla, 28 maj 1920, përfundimisht Korça i takon Shqipërisë. Këto ishin gjitha zhvillimet edhe për gazetën Telegraf, ecim më tej së fundmi në Panorama Sport, por jo për nga rëndësia, patjetër, sepse dhe zhvillimet sportive, besoj kryesisht ato nga futbolli, për sport dashësit janë të rëndësishme, dhe shohim numrin e kësaj të enjteje, të huajt bllokojnë kryeqytetin. Në foto është një moment nga njëra prej ndeshjeve Tirana Partizani. Partizani dhe Tirana mbahen peng nga vendimet e futbollistëve jo shqiptar, pra që çfarë do të bëjnë për të ardhmen. Shohim tjera zhvillime, por duke vijuar me këtë argument. Tek të kusht, Vujnović dhe Podsdetrelov duan paga plus për divorcin. Tek Bardhe Blut, lëvizjet varen nga shitja sulmuesit Valid Zharmuni. Ibrahimi largohet nga 26 herë kampionët, Osmani gati gradimi, bëhet fjalë për postin e drejtorit sportiv tek Tirana. Legionarët, Bajrami drejt Sassuolos, Ismaili ka firmosur me futbollisti gjerman, simbolet shqiptare në Kosovë, Adeyemi bën jehon në Serbi. Ishët, Endri Vrapi vizaton formacionin, Hoxha, ja dalim të bashkuar. E veçanta, futbolli bashkive nën pushtetin e femrave.
Flamurtari Idrizi Tremb Gazdemin kanë buxhet. Vllaznia Stojanovic largohet, situat gri me përforcimet. Korç Skënderbeu konfirmon gjokën, Gjançi drejtuesi kthehemi në elit. Gara rrethi i 82 flet shqip, Velia fiton etapën e tretë. Kanë mbetur dhe 2 etapa tjera në fakt për të mbyllur rrethin ciklistik të Shqipërisë, turin ciklistik që zhvillohet për herë të 82 dhe mund të bëjmë dije se është nga garat më të vjetra të ciklizmit në Europë. Liga e Konferencës, Chelsea dominon rekord për trofetë europian. Chelsea ka mundur spanjollët e Real Betis 4-1 me përmbysje dhe ka fituar Conference League mbrëmjen e djeshme në Poloni. Dhe Chelsea bën një rekord europian, në fakt duke fituar 3 apo dhe 5 kompeticionet europiane, gjitha kompeticionet e UEFA-s. Them 3, sepse ka fituar Champions League, Europa League edhe mbrëm Ligën e Konferencës, por patjetër mund të themi edhe 5, sepse ka fituar edhe Superkupën e Europës, një tjetër kompeticion në UEFA, por që në Superkupë merr pjesë duke fituar njërin prej këtyre, dhe Kupën e Kupave, kështu ka qenë një kompeticion vite më parë. Champions League, fanella e verdhë në finale, Ronaldo e merr Interi. Seria A, kaos trajnerësh në Itali, askush nuk është i sigurt. Spanjë, Mbappé, marrim kupën e botës, Yamal me kushte për rinovimin. Ishte gjithçka edhe në Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasqyria e shtypit për ditën e sotme. Numri kësaj të enjtëje për datën 29 maj të vitit 2025. Kalojmë në pak publicitet, shumë shkurtimisht edhe rikthehemi më njëherë për të vijuar me programin Shtypi i ditës dhe ju. Paraditja në Report TV mundësohet nga Maxi Xhezik,